Mirë miq të Topcast, mirë se vini në një tjetër episod, si çdo të njëjtë jemi këtu për të folur për futboll dhe këtë javë. Përpara se të nisim me episodin e radhës, dua të falenderoj sponsorat të cilët janë mbështetës të këtij episodi, duke filluar nga Eker Kefir, i cili është sponsori jonë general, Flow Studio, aty ku zhvillohet çdo podcast dhe çdo episod i këtij podcasti. Gjithashtu Beauty by Square që kujdeset për lukun tim, Mabel për veshjen time, Vjosa Travel dhe Elid Estetik. Faleminderit që jeni mbështetës të Topcast, teksa ju ftoj të ndiqni intervistën. Si a dilni? Familjen e keni në Poloni, ju vetë këtu në Shqipëri? Sakrificat e jetës që ndonjëherë duhet marrin disa. Nuk mund ta refuzoja Teutën për arsye se jam. Si të erdhi ftesa nga Teuta? Erdhi nga presidenti, kam ikur nga hoteli, domethënë ku gjithë prisnin që unë të firmos. Cili ishte vizioni kur e morë ekipin? Që të kemi një ADN Durrësak. Çfarë marrëdhënie kemi lojtarët e Teutës? Tani sekretet nuk do t'i thënë, ha? Cili është lojtari që të ka surprizuar më shumë në lojtë e Teuta? Pyetje vështirë. A je rep me lojtarët apo jo? Po. Si të zhdukur kampionati shqiptar? Ka shumë diferenca midis ekipeve. Tifozët e Teutës, çfarë do të thuash atëherë? Të jenë kërkues ato dhe ne të jemi të kërkues të vetë jonë. Skuadra që është për të mundur këtë sezon? Egnatia, klubi i Kukësit është më i madh se Enkele Dobi, domethënë si klub dhe meriton. Pas eksperiencës së tij jashtë vendit, si trajner dhe lojtar gjithashtu, është rikthyer në Shqipëri për të marrë drejtimin e një nga skuadrave, le të them kështu, për cilën ai ka dhe origjinën, ose ka nisur fillesat e tij, le të themi aty. Bëhet fjalë për trajnerin e Teutës, i cili rrallë herë del në bëj intervista dhe faleminderit shumë që të kemi në emision sot. Enkele Dobi, faleminderit dhe kënaqësi. Mirëmbrëma, kënaqësi. Mirëmbrëma. Siç e thash dhe në fillim intervistës, rrallë herë del në bëj intervista ose fare, le të themi derisa ke ardhur këtu në Shqipëri, nuk është se ke dalë përveç se ato intervistat të shkurtra pas ndeshjeve. Ajo që kam bërë unë në momentin që të telefonova për të marrë një intervistë ishte të googulloja për ty, të bëja një search, sepse siç e thash edhe bashku biseduam para intervistës, nuk është se kisha shumë informacion. Dhe ti më the që kam shumë dëshirë të rigjethmonë në hije. Megjithatë, e vlerësoj shumë faktin që ju keni ardhur sot dhe shpresoj që kjo bisedë të shkojë sa më mirë dhe mendoj se do shkojë tillë. Do shkoj. Mirë, pyetja e parë që ne bëjmë çdo podcast është se kush është personazhi që ne kemi në studio. Një prezantim i vetes, shumë i shkurtër, se më pas do kalojmë bashkë në detaje. Është vështirë se Flasim për veten, po e kuptoj, përderisa ti gjithë këto vite ke qenë mbrapa. Enkele Dobi, tani trajneri i Teutës, një ish futbollist i Teutës, i lindur i rritur në Durrës. Baba i 2 fëmijëve, një djalë 20 vjeç e një vajzë 10 vjeç. Më shumë gjëra nuk mund të flasim dot domosdoshmë. Gjatë intervistës do dalin edhe vetë, kështu që se përderisa ti ke përderisa më keni thërritur për të punë që përgjigjem se vetë ti me i bë një rezume gjithë biografisë tim, domethënë do jetë gjatë, kështu që kalim në kohës, japim dhe shikuesve kohën e dur, tulen. E ke nisur futbollin tek Teuta apo jo? Po. Na trego pak atë eksperiencë, si e nise, si e kuptove që futbolli do të jetë kështu drejtimi jetës tënde, një karrierë? Mendoj, me thënë të drejtën, jo si e nisa, por kam lindur për futboll. Ke lindur për futboll? Që kur e mbaj mend veten që kam filluar me ec, kam dashur me luajt futboll. Okej. Mund të them edhe diçka që është jo interesante, por që është domethënë se ka pak shumë veta në botë. Mund të jetë 1% e vogël, 10%, 20%, maksimumi nuk shko më shumë. Që bëjmë detyrë që e allurojmë dhe dashurojmë, me thonë drejtë. Ka pak, mund të përmend një shprehje të Mark Twain. Po. 2 ditë janë të rëndësishme në jetën tënde. Ditën që linde dhe ditën që kuptove për çfarë ke lindur. Unë e di që kam lindur për futboll, domethënë nga ana profesionale, normale domethënë. Ndonjëherë i them dhe lojtarëve të mi që futbolli është gjëja më e rëndësishme nga ato më pak të rëndësishme, sepse shëndeti është familja mbi gjitha. Absolutisht. Por nuk mund ta vëmë në një anë sepse jetojmë me futbollin. Kështu që sa mbaj mend vetëm futboll. Edhe futboll. E ke nisur te Akademia e Teutës. Aty kanë qenë hapat e parë. Atëherë s'ka qenë akademi, ka qenë thjesht. Okej. Vetëm një ekip. Ekipe moshave. Okej. Dhe sot
duhet me shpjeguj qik sepse gjoj shpesh të fjalën akademi. Akademi, po. Nga Ska vjen fjala ekzistuar. Mezi akademi. ekzistojnë sot me thënë drejtën, kështu që s'ke fare. Akademi vjen fjala ushtarake, që aty rrin, aty jeton, aty han, aty pin, aty stërvitesh. Dhe më para ka qenë fjala akademia ushtarake, pastaj ka dalë akademia e sportit. Mendoj që në Shqipëri akoma nuk janë kushtet që ta themi me fjalën akademi, por e thërrasim, e kemi vënë një emër epitet. Po tamam akademia duhet të jetë me konvikt, me shkollë, me fusha, me gjitha ato. Jemi shumë larg asaj. Të utën duhet me allën meritat, sepse me aq informacion sa kam dhe sa jam munduar të kem dhe që jemi ditë për ditë aty, është një nga akademit që ka më shumë fëmijë nga të gjithë akademit të gjithë klubeve të tjera. Është një qytet që dihet domethënë pas Tiranës, qyteti i dytë. Vash po bashkohen Tirana me Durrësin. Kështu që e kam nisur aty që sa të them, nuk e di, 8 vjeç. 8 vjeç. Tamam që kam shkuar, dhe mund ta them që e kam edhe kënaqësi dhe si nder ta them atë fjalën e ish trajnerit u prethmbaqe Filip Xhajt, që ka qenë i trajneri që më ka futur ato. Ka dhënë dorën le të them. Dorën ose që më kanë dhënë disa që sot e kësaj dite më rrin ato. Domethënë fjalët aty të përkushtimi, domethënë rrugën që duhet zgjidhja. Kështu që ai ka qenë nga trajnerët e parë, domethënë, që më ka pranuar me fillu futbolli dhe por nuk boja dot pesë xhunglime, nuk mund të kaloja në një etapë tjetër. Duhet të mbaroje me pesë xhunglime, pastaj po. I ka qenë i papam nga kjo. I rrept, le të themi kështu. Keni luajtur në disa kampionate europiane, siç thash edhe në fillim të intervistës, keni luajtur në Poloni, Kroaci. Nëse do të fillonim që ta fillonim atë karrierën atë, diçka që ka pas edhe Filip Xhaj, që ka pas një sy me shaka dhe me të vërtetën se një sy nuk shifte mirë, por atë i sy më duket ishte ajo magjia aty që që skanonte atë. Dhe ka nxjerrë shumë futbollistë, sidomos nga Durrësi, domethënë jashtëzakonisht. Dhe ai ka qenë i pari që më ka dhënë kur isha 9 vjeç, 10 vjeç, më ka dhënë sa atëre u qunin Spartakiaza, këto kombë, dhe kena qenë Shkodër, u luaj me 2 vjet më të mëdhenj. Okej. Dhe ishte i pari që më dha, domethënë nuk ishte ndodhur ndonjëherë që një 10 vjeçar të luaj me 12 vjeçar. 12 vjeçar, po. Dhe e mbaj mend këtë Spartakiaza e fituam. Edhe ai, me thënë, unë i kam dhënë gjithmonë meritat dhe e falenderoj atje ku është. Besoj që po na shef, por po them, kjo ka qenë ajo, më mrapa gjithmonë ka pas diçka që kam luajtur me mosha më të mëdha se vetja. 13 vjeç kam qenë me ekipin e tryve, 18 vjeç. 15 vjeç kam qenë me ekipin e parë. E më pas çfarë ndodhi? Më mbrëm filloi, domethënë, kur u largove nga Teuta? Si çdo futbollist, ose çdo njeri ka ato, sepse nuk po marrin fjalët e mirë, domethënë etapat e mira, apo ka etapat e këqija që në moshën 14 vjeç, 15 vjeç nuk u rrita dhe mora një sforcim të jashtëzakonshëm që më kapi dhe nervi, domethënë domethënë që mund ta lejë edhe futbolli, domethënë këto nuk ka qenë era parë, domethënë. Kështu që ka, e thava, po tu arte pyetja që te kampionatet kam shkuar në Kroaci më parë. Në Kroaci, do të thënë mbas Teutës ke shkuar në Kroaci. Po. Kur dolëm kampion, luftuam pastaj për titullin përsëri 95-96, nuk e arritëm, e pastaj unë vendosa që tu largoja, domethënë, nga Shqipëria, pavarësisht se e kishim bërë një tentativë më parë, por nuk e di, është rasti ta them, kam ikur nga hoteli, domethënë, ku gjithë prisnin që unë të firmosja. Çfarë thua? Po. Pse kjo zgjidhje? Domethënë, prandaj ne që është ky podcast, kemi shansin ndonjë ditë ndoshta kam qejf të bëj një libër, jo vetëm për të mirat, po më për shumë për ato pengesa, vështirësisë, ato janë më kryesore. Absolutisht, po ato na ngrenë. Jo vetëm fitore të ngrenë, humbje të rrisin. E vërtet. Domethënë karakteri zhvillohet, temperamenti lindin. Këto janë gjëra që ne duhet i kemi. The që ka qenë mosha ndoshta apo diçka tjetër që të ka bërë të mendosh që të lësh futbollin? Ka pas shumë, unë sot kam dhe rastin ta falenderoj dhe profesorin Edmond Mion, që ka qenë jashtëzakonisht për mua mentor,
është dhe sot e kësaj dite, bisedojmë, domethënë është diçka e rrallë që të ruan marrëdhëniet tua. Të ruan të dhënitave, pavarësisht se ka qenë shumë i rreth me mua, më shumë më dënonte se sa, por unë kam respektin se e di që për mirë ka qenë. Ato nuk ka qenë dënime, ndëshkime, por ka qenë mësime, leksione që unë sot e lavdëroj, domethënë, dhe e kam rastin ta falenderoj jashtëzakonisht, sepse ka qenë i pari që më ka dhënë, nuk isha më 16 vjeç që më jep të luaj me ekipin e parë, kështu që edhe te 30 ishte i pari që mori, domethënë ka pas jashtëzakonisht besim te unë. Dhe pavarësisht se në fushë unë kam qenë çik si kokë fort, kuptimin se kisha vizionin tim edhe nuk pranoja domethënë, por ai më futi dhe ndoshta ashtu siç e quajta, ka qenë një nga mentorët e mi dhe te konceptit e ky që mund të jem sot domethënë, ka një përqindje të vogël, si e them, te ndërtimi i karrierës tënde, domethënë, po. Pastaj ato shqetësimet që thanë ka ndodhur shumë, ka pas, sepse herë jam lënduar biles mbas ndeshjes me kombëtaren që kam luajtur për e të parë, domethënë, me Bosnjë Hercegovinën në 95. Kam bëra dhe golin, dhe 2 ditë më mrapa kam luajtur në Librazh dhe kam marrë një dëmtim të keq në gjunjë, domethënë, dhe ajo ka qenë një nga, si them, momentet më të vështirat që ishim gati, domethënë. Se mendova se s'do ta kalosh, mendova se ishte fundi i karrierës. Zona, e di që është puna. Vetëm ai që nuk ka rënë asnjëherë, ai nuk është ngrit asnjëherë. E vërtet është kjo. Domethënë, nuk e di fati, jeta, Zoti, nuk e di, domethënë, të merrim me atë, na vë gjithmonë vështirësi. Dhe ne themi pse. Pyetja është nuk themi pse na vjen ne. Se vjen për shkak. Dhe koha e tregon që do të them shpeshherë i lutemi Zotit ose i lutemi fatit na ndryshoj situatën. Ai na ka marrë atë situatë që na ndryshoi ne. Të kalojmë etapë tjetër. Të rritemi, ta shohim këndvështrimin tjetër. Është qartë. Dhe unë gjithmonë goditjet që të jep jeta, që kemi edhe mund të marrim edhe vizionin e nuk është e rëndësishme sa herë bjen, po sa herë ngrihesh, se për ta bien gjithë. Është vërtet. Dhe këtu jam munduar domethënë të kuptoj tani edhe atë situatë që më zhduan, ajo jo se më forcoi, po më dha një, domethënë, ose themi kufiri i suksesit dhe dështimit është si një fije floku, sa do i rezistoj. Është vërtet kjo. Mbas largimit tek Teuta shkuat në Kroaci. Nga tërë ajo ofertë. Si ndodhi? Fillim para që thash që kam nga hoteli, kam pas për te Dinamo Zagrebit. Te Dinamo Zagrebit, okej. Kam qenë biles në hotel, te Interkontinentali që ka qenë atje. Kam Çfarë pas lidhje me një nga menaxherët më të mëdhenj që u njihnin atëherë, sidomos në Ballkan, Ljubomir Barin, që ishte menaxher si Savicevic, Zvonimir Boban, Lek Boksic, domethënë po. Këtu ka pas, mund ta falenderoj dhe i çik ndikim Eduardo Abazi që e përshëndesin më dhënë, që për herë të parë më dha një sinjal që a du të shkojmë në Kroaci, me atë ndeshjen e kombëtarës që më pa dhe kështu vina domethënë. Prandaj edhe unë shpeshherë them që takimet në jetën tonë nuk janë të rastishme, janë për diçka, por koha e tregon gjithmonë. Koha e tregon. Dhe nga aty filloi domethënë, por unë nuk isha akoma, si them ty, i vendosur që të shkoja, ishe i ri, 19 vjeç domethënë. Nuk ishte dikë që të këshillonte që të jep. Kjo ishte. Kishe, por nuk ishin ato njerëzit e duhur. E duhur që të venin, si them, shumë mirë hapë këtë pikën, sepse është shumë e rëndësishme, unë ja them dhe djemve të mia, është shumë e rëndësishme në jetë të takosh njeriu e dur, që të drejton rrugën e dur, te qëllimi i dur, te objektivi i dur. Por ndonjëherë nuk e dim kush është. Koha, gjithmonë koha e tregon. Koha, ne i themi futbolli është koha hapësirë. Koha hapësirë, vendi ti është vend e dur në kohën e dur. Kështu që si ishte eksperienca në Kroaci? Me ato shqetësimet dhe problemet si tamam si adoleshent, erdha nga një bot i çik me shqetësimet, problemet që kishte Shqipëria atëherë 95-96, që fillon dhe këtu trazirat e firmave piramidale, por viti i parë ka qenë jashtëzakonisht i vështirë.
duhet ta pranoj, domethënë kisha mall jashtëzakonisht, isha mësuar ndryshe. Jam djali vetëm, domethënë edhe gjyshem ka rrit, duhet me e përshëndet se gjyshem nuk e kam, por është parajse me bashkë me mamën dhe kam qenë gjithmonë, si them, jo i ledhaturi kuptimin e mirë, por kam bën punë dorë, si themi ne, se një djalë, kështu që. Një djalë, 2 motra, kështu që isha mësuar çik dhe biti i parë ishte jashtëzakonisht i vështirë, domethënë, edhe sidomos stërvitjet ishin në një nivel tjetër, kishin probleme, sidomos ne futbollistët. Unë thoja që boja stërvitje akoma më shumë se sa shokët e mi, që dilja në mjes, boja masdite. Ke kërkuar më shumë nga vetja, po? Po kur shkova në Kroaci, atëherë kuptova që ne nuk u stërvisnin fare krahasim me ato që u stërviti që kisha në Kroaci. Intensiteti, niveli, kërkesa, ishte jashtëzakonisht. Në fakt, kjo ndodh në kohët e sotme. Lojtarët që shkojnë jashtë thonë është një tjetër sistem, një tjetër stërvitje. Ndoshta shumica e lojtarëve kthehen sërish në kampionatin tonë se s'përballohen dot me stërvitjen atje. Prandaj kur shkon jashtë nuk është si një fushë me lule, kudo që të shkosh. Mos ta harrojmë këtë gjë. Vjen keq sepse edhe sot më them për vete që do të kisha bërë akoma më shumë. Dhe mund të kisha një karrierë akoma më të madhe. Me shkëlqyer, po. Por nuk mund ta them tani më sepse çdo gjë do ishte lidhur edhe me fatin e familjes time që tani kam dy fëmijë të mrekullueshëm, domethënë, edhe di se si do merrte jeta nëse do isha dikun tjetër. Por po të themi vetëm nga ana sportive, po duhet bëja akoma më shumë. Edhe unë jam kënaqur me pak për arsye se është e strefa komfortit. Po. S'kemi gjithë. E tham dhe këtë që s'ke pasur dikë që të tregoj rrugën e duhur. Ajo është, domethënë, jo justifikim, po është e vërtetë. Jo, nuk është justifikim, po. Unë mundohem sot që gabimet e mia mos t'i jap lojtarëve të mi, mundohem të jem gjithmonë në pranë atyre. Mundohem, kupton, sado pak, sepse unë kënaqem kur njerëzit rreth çakë mi janë të kënaqur. Unë nuk mund të kënaqem vetë sepse bota është atill që është jemi të rrethuar me njerëz. Sa ndjenjë në Kroaci? Gati 4 vjet. 4 vjet. 4 vjet. Viti i parë ishte i vështirë se shtekon më pas. Po ishte i vështirë për t'u adoptuar, për të mbajtur ritmin. Duhet me pranu që u kënaqa, hyna me një botë tjetër, ana financiare, gjitha domethënë adoleshent. Një ndryshim drastik, dhe themi. Jashtëzakonisht, si do thonë, nga nata në ditë, do thënë edhe tani mësohesh me ditën. E më pas, më ka bërë përshtypje që nuk e kthyer të luash në kampionatin tonë. Do thënë ke vazhduar jashtë në atë, i ambientuar shumë atje dhe nuk e dashur të bësh hapa pas. Po, jo vetëm për të bërë një hap pas, domethënë, por nuk e shifja veten akoma, domethënë, në të moment të vija të ktheja në Shqipëri, për arsye sepse kisha ambicjet e mia, kisha egon tim, ajo ego e mirë, dhe kam pas oferta, nuk mund ta them, nuk kam munguar nga klubet shqiptare në atër kohë, por në atë moment nuk ishin për mua, domethënë direkt që bisedën e parë kushdo që vinte edhe që kemi miqësi, sepse i thoja një keq, por nuk e shoh domethënë. Jo për këtë arsye, sepse edhe mënyrën e jetesës, edhe njohjes, edhe të familjes që e bëra. Pra, ke sakrifikuar për të ndryshuar veten tënde, për ta përshtatur me mentalitetin atje, pastaj është e vështirë të bësh. Ishte jashtëzakonisht. Unë mund ta them që çdo vit, domethënë, ushimet mund t'i bëja ku doja, por vija gjithmonë i bëja në Shqipëri. Ato 2 javë, 3 javë i kisha gjithmonë, sepse jam i lidhur edhe me familjen time. Kështu që nuk harrohet kur vendit, jo, është e vështirë. Nuk harrohet kur vendit, është e vështirë. Mund ta them edhe si unë kam në shtetësinë, domethënë polake, kam dhe pasaportën polake. Dhe më afruar që tip sprove ose tip provokimi, domethënë që mund ta leja pasaportën polake, pasaportën shqiptare të mipnin polak. Ka qenë thjesht vetëm një tip provokimi. Dhe i thash, nëse unë dhe prindit e mi andi nga vi, juve, që nuk është çështje
pranuar një pasaportë, vetëm thjesht për lehtësime familjare, thash. Për karrierë, nuk e bëj dot, po. se unë jam shqiptare, do jem shqiptar. Mbas Biles kemi ndonjëherë me fëmijë, domethënë kur lush sidomos tani që është Polonia dhe Shqipëri. Dihet babi me vajzën, ja ka lidhjet më të mira. Goca thotë që do bëj tifozik për Shqipëri, kurse ti bën për Poloni, se jep e bamin, i thotë. Ashtu. Kështu që mundohem gjithmonë që do flasim sado pak. Po, do flasim këtë për familjen, se është një nga temat më të bukura që mua më pëlqen shumë ta cek edhe këtu. Mbas karrierës në Kroaci, shkove në Poloni apo në Francë? Jo, në fillim kam qenë në Gjermani, te Energy Cottbus. Okej. Por nuk u arrit, domethënë, një marrëveshje midis klubeve. Kam nejtur gati 2 muaj atje, pa luajtur, vetëm të Jugosllavi dhe të prit dokumentacionet, por nuk i dija se si problemet, se s'mi thoshte, s'mi thoni as menaxheri, as klubi, do vi nesër, pas nesër, javën, atë shkoi një moment që i thash ore do luaj se kisha edhe dëshirë me luajtëm për kombëtare, domethënë, dhe pastaj shkova në Poloni. Fillim kam qenë te Zagrebi Lubin, atje ku jetoj sot Lubin, ku kam familje. Sa vite ndenjë në Poloni? Poloni 3 vjet e gjys. 3 vite e gjys. Në këto 3 vite e gjys me ke njohur familje, domethënë ke krijuar familjen apo? Ka ndodhur çdo gjë aty? Në 2001 jam njohur me bashkëshortë. Okej. Na trego pak më shumë si e njohe, si ndodhi. Rastësisht, nëse ti e ret nuk e mbaj mend, po dikur ka qenë disa kaseta që shifin filma që i merrin me qera, si vjen fjalë. Edhe ashtu e kam njohur, domethënë kur shkoja me një vend që ishte videotek që qunin atë. Të riqe gjithmonë isha punë dhe shoh një vajzë normale, simpatike për mua, domethënë. Dhe por shumë drejt si dhe nuk la përshtypje dhe ajo më bori përshtypje akoma që një vajzë, domethënë, pavarësisht se ishte nga futbollistët më të mirë aty të zonës, domethënë, zakonisht. Ajo të njihte? Domethënë, të kishte parë në futboll apo? Po, njihte, po normal, se te klubi isha vetëm unë i huaj aty si, domethënë dhe një nga Lituania, po që. Plus i çik e zmer, atë ishim çik më e zmer. Edhe bjan sy, domethënë, për arsye se luaj edhe me kombëtaren, karriera ishte tamam, se thash si ka mundësi, domethënë, edhe ashtu u afrova, i thash, po s'donte që tu takonin. E ke pasur të vështirë për ta bërë? Po, jashtëzakonisht. 3 muaj rresht, domethënë, i marrova ato kasetat, s'kishte më ngel film. Papa, sepse nuk e takoja shpesh, duke thënë derisa insistova. Kam diçka që kur luftoj për diçka, herë ta mund e arri. Nuk po them gjitha, por shumicat po. Të vinte të shikonte pastaj në ndeshje, sa ka qenë mbështetëse për ty? Normal se ka qenë sepse unë nejta dhe një vit e gjys, domethënë në Poloni, lujta edhe te Górnik Zagreb, pastaj kemi shkuar bashkë në Francë, mund ta themi si të fejuar. Pavarësisht se është 8 vjet më e re se unë, domethënë atë e kam njohur që të vogël, që 18 vjeçë. Bashkë jetuam, domethënë, djali lindi bo martesën, kena bo martesën në Poloni, ashtu siç me traditat polake, në kish, çdo gjë, po kemi bo edhe dasmën në Shqipëri. E keni bërë dasmën në Shqipëri, okej. Mund gjithë e kemi bo ashtu si do. Traditat, po. Edhe Quni, djali, ka Emerson, është lindur në Francë, kështu që afër Parisit. U kthym përsëri, pastaj e morëm vendimin me u kthym në Poloni. Pastaj më mrapa lindi edhe vajza, që ka emrin e gjyshës time, ka e Klea. Sa emri i bukur, po. Kështu që një familje e lumtur, le të themi kështu, sa mbështetës dhe sa i ka munguar babi atyre? Normal, i mungo se pare se me ardhë, domethënë, kur folëm bashkë, bile sa ju bitë e ziles, se s'ka ditë që s'flet me mu, se kemi shumë kontakt, domethënë. Për hirë se, kur ka qenë e vogël, jashtëzakonisht mund ta them edhe mund ta nxjerr sekretin, kam refuzuar 2-3 klube, bile kategorisë superiore në Poloni, vetë prej asaj që, po, sidomos Jagiellonia, Białystok,
e tjerë, domethënë, si që mos tikja tria, sepse ka që Polonia shumë shtet i madh i hapur dhe ajo ka është e lidhur jashtëzakonisht, kemi marrëdhënie shumë të lidhur. Me thënë drejtë kam më shumë me vajzën sepse me djalin që është 20 vjeç, 10 mosha adoleshente, por me vërtet asaj dhe ajo më mungon. Kjo është një nga Si a dilni? Familjen e keni në Poloni, ju vetë këtu në Shqipëri? sakrificat e jetës që ndonjëherë duhet marrin disa Nuk e zgjedhur ti të rregjë në Shqipëri për shkak të studimeve apo? Nuk e dëshirë fare. Duhet me e pranu tani edhe për mu, mas një sprove jo të mirë që kisha te Kuksi, duhet domethënë ta flas, s'kam nevojë, por doja me ose bëjmë një, si dhe bek, një rin tjetër mrapa. Nuk mund ta refuzoj atë utën për arsye se jam lindur, rritur dhe është i vetmi klub që kam luajtur në Shqipëri. Përsa dhe për këtë arsye domethënë doja me pa dhe herë terrenin. Po. Para se të marrim një vendim që për punën e familje, sepse edhe më shoh që ka biznesin e vet, domethënë, kështu që nuk është e lehtë, domethënë që të lesh diçka e të finisësh dhe fëmijët ti sjellësh e masaj. Të nisësh edhe nga para, si thua, po. Duhet shohja se si funksionon, se si ecën. Është sentiment që ka marrë për të utën, është diçka që e ndjej dhe që duhet ta falenderoj edhe drejtuesit që më dhan këtë mundësi, sepse është një ëndër që po më realizohet, që si shëritar edhe t'jem e trajner dhe ëndrën duhet ta vazhdoj se kam qef edhe ta them, nuk është ndonjë diçka, domethënë absolutisht po. Si do e pamundur, duhet dalë ashtu siç kam qenë kampion si lojtar, duhet dalë edhe kampion si trajner. Don atëherë mund të them unë që jam i plotësuar tamam. Dhe biles me drejtuesin kam thënë që kur dal kampion, unë ditën tjetër jam i pushuar vet. Për arsye sepse kam si objektiv. Tani se sa do arri, do punoj. Nuk po themi që çdo gjë do realizojmë, por si të erdhi ftesa nga Teuta? Si të erdhi ftesa nga Teuta? Kush ishte personi i parë që të ka telefonuar? Normal, domethënë si çun dursak, me një karrierë modeste, mund ta themi, ose me shoqëri që shoqërinë futbollistike, dihet domethënë e vlerësoj dhe jashtëzakonisht e vlerësoj dhe respektoj dhe e falenderoj domethënë drejtuesit që më ka dhënë këtë detyrë, që është jashtëzakonisht për mua është edhe sfidë me veten time, po edhe sfidë domethënë nga ana sportive, domethënë nga ana e punës, por erdhi nga presidenti Fatos Troplini dhe nga gjithë shoqëria futbollistike e Teutës, domethënë e Durrësit që kemi një djalë që asoj. Pastaj pas bisedave pam që kemi të njëjtin këndvështrim. Cili ishte vizioni kur e morë ekipin? Vizioni është që përveç që dalësh në kampion, më normal, që të kemi një ADN Durrësak e para. Okej. Që të fokusohemi edhe te akademia me djemt e ri, që Teuta brenda 2-3 vjetësh të jetë një ekip dhe klub kompetitiv po themi të jetë akoma më mirë. Të luftojmë për sa më lartë dhe sidomos timi te 3 vende parë ose 4 vende parë që qymë tani final fort, por gjithashtu dhe për të luftuar përsëri titullin kampion, për t'ja kthyer, se mendoj që sportdashit ky qytet e meriton, se tani gjithë duan medalje, Vllaznia do të kampion, Dinamo do më ka, nuk është ajo. Por është një projekt që i kemi hyrë gjithë, domethënë, dhe besoj që edhe drejtuesit dhe klubi gjithë ne treguam në një moment vështirë, domethënë, treguam që rrugën kemi zgjedhur, është mënyra më e mirë, domethënë, jo vetëm me fol, por edhe me vepruar. Me vepru, po. Që kur disa gjëra nuk shkojnë as si duhet, pavarësisht sepse e meritonin, por ato janë fakte. Rezultatet mbajnë tare e njërin. Rezultatet në një moment nuk ishin ashtu siç i dëshironin dhe siç e interpretonim në lojën. Dhe vizioni, domethënë, që kishim dhe që kemi akoma dhe projekti është që afatgjat.
Ndonjëherë gjërat nuk shkojnë ashtu Siç e mendojmë, si mendojmë ose siç duam, ose siç e meritojmë, por unë mendoj që gjithmonë erët avon do ta mash atë që punon. Kur thua Çështja është koha. Kur thua siç i meritojmë, çfarë nuk kupton? Siç e meritojmë me punën që bëjmë çdo ditë, meritat që pa drejtuesit. Gjithë e din që ekipi të Utës tani është një nga klubet më korrekt. Kena fillu, nga lartë, se tamam ose po themi nga poshtë ose lartë, sepse drejtuesit janë lartë, por normal që baza janë fundamentet janë që është një investim, është korrekt, një profesionalizëm që po krijohet tu fut shumë gjëra, Absolutisht që financat janë kryesore dhe në Shqipëri kjo mungon. Shumica dhe nuk e kanë. nëse do pyesni, që ku kemi filluar nga Korriku deri tani, ekipi të Utës është korrekt. Jashtëzakonisht korrekt. Duhet me pranu, kjo është e para. Janë fut GPS-at, është fut VEO, kemi televizor që analizojmë online direkt ndeshjen kur jemi në Durrës edhe jashtë, e kemi pushim. Po bëhet një punë kolosale i zakonueshme me kuptimin që të marrë një feedback, ato meritat që po thuaj ti do kthehen. Prandaj sepse futbolli e para do projekt, e dyta do durim. Po ti lën këto veç, pastaj do njerëz kompetent. Absolutisht. Si çdo gjë. Kjo do të kryesorja, pastaj besoj. Dhe çfarë do vazhdimsi, do stabilitet. Dhe këto janë gjitha lidhur, janë si zinxhir. Një hall që mungoj nuk do të rregjë, do kthesh prap ta nisësh atë hall. Jemi munduar që gjithë së bashku të kemi, por e dim që ndonjëherë futbolli është i pamëshirshëm ose i paparashikueshëm. Dhe kjo është pjesë e lojës, pjesë e jetës. Kur keni ardhur te Teuta, cilat gjërat kanë bërë përshtypje, çfarë ka pasur ndryshe dhe çfarë keni ndryshuar ju? Unë nuk kam qef të flas për si them paraharësit ose situatën që ka qenë te Teuta. Mund të them që 4 gjëra që kemi ndryshuar ne si staf ose si nga drejtuesi që kemi kërkojmë dhe i kërkojmë. E para është fryma, grupi. E dyta është organizimi. Domethënë i lojës, i strukturave të klub. I treti është intensiteti. Dhe i katri është spiriti. Që ekipi, klubi është stari që themi ylli dhe asnjë mbi. Sa të ka ndihmuar kjo eksperjenca jashtë, qoftë lojtarit, qoftë trajnerit, për që sot ky shije dhe për të parë ndryshime që mund të kesh nga kolegët e tu në kampionatin shqiptar, sa të ka ndryshuar ty si mentalitet? Po ndryshon me vedije e pa vedije, sepse mëson kultura, edukime të ndryshme. Unë flas rrjedhshëm 6 gjuhë. Dhe të folur, të ndruar gjithë këto shtete si kam qenë në Sloveni, kam qenë dhe në Francë, në Poloni, kam qenë dhe në Kinë një moment. Veç vetiu, njeriu, don as don, janë eksperienca. Të mirat që ja, po janë gjithmonë eksperienca. Varet se si çfarë konkluzonesh i nxjerr jetës. Sepse është një fjalë që ne mësojmë nga gabimet. Por nëse të fillosh të bësh 20 gabime nuk mëson. E vërtet, po. Shpeshherë thot ai, po jo unë do të digjem me vendimet e mia, po shok. Po ti u do gjithë kohës me vendimet e tua do ndryshosh. Si e tu ecë në rregull. Dakor? Por nëse nuk tjerët them që si them shpeshherë më thonë jo po bota jashtme ka bërë ty, jo më ke, unë ka bërë familje e para. E para njërë të bën vetja, pastaj unë kultura, edukata që ka marrë. Për shumë, nuk më ka thënë njëri, më ka thënë gjyshja ime, që
trajtoj tjerët ose respektoj tjerët ashtu si do ti t'jesh i respektuar. Çfarë marrëdhënie ke me lojtarët e udhës? Si u flet atyre në të zhveshjes, kur kanë situatë që ju i keni humbur ose keni fituar? Jam shumë kurioze për këtë. Në tani sekretet nuk të di që jenë, po filloj të bajnë punën. Ti t'i ndaj gjërat. Mundohem, ose themi me, t'i ndaj gjërat që kur jam shef, dhe kur jam shok, shok. Kur jam koleg, se ka ndryshim. A je rep me lojtarët apo jo? Po, mund t'a pranoj, por jam ai që i kritikoj i pari dhe jam ai që i përqafoj i pari. Okej. Do thënë meritat mundohem t'ja jap secilit ashtu siç takon dhe nuk po them i rrep, se ndoshta është që kërkues. Kërkues i rrep është çik me shumë asoj. Jam kërkues, nuk kam limite, nuk kam limite të vetja, nuk kam limite që një lojtar të kënaqet shumë shpejt. Limitet ekzistojnë, po ekzistojnë të njerëzit e kufizuar. Po. Dhe mundohem që sadopak t'jap nga eksperienca ime, sepse si thonë edhe me bizeduar me një tjetër, unë nuk është se mësoj njëri. Njëri ju mëson vetë. Po. Por unë ndaj eksperiencë. Dikush e merr dhe nuk e merr. Dhe këtë mundohem ta ndaj me sadopak me lojtarët e mi, me stafin tim, sepse kam një detyrë që duhet të jem profesionist, duhet të jem kompetent. Psikolog. Por duhet të jem psikolog ashtu si e thatë. Domethënë duhet të ish ti ndash të gjëra. Sot ka ardhur domethënë që stërvitet mund stërvitesh. Por janë detajet që bëjnë ndryshimin. Me qenë se ishim kështu te psikolog, në skuadrat ku ke luajtur jashtë ka pasur psikolog në ekipe? Më para jo. Më para kohën time ka qenë e vështirë ta flisje psikolog do të menin që që kanë çmendur. Duhet më ndas sepse ka psikolog, ka trajner mental, dhe ka psikiatr. Psikiatri është i çik që ta kuptoj ka probleme domethënë. Kurse psikologjia është pjesë e futbollit, tani domethënë që flasim futboll, është pjesë e jetës. Është sa më shumë marrësh, nuk quhet manipulim, po kuptosh dhe anën tjetër. Sepse nuk mund të jetojmë vetëm në këtë botë. Duhet dalim, egoizmi ekziston te gjithë ne. Po. Është pjesë e pashme. Sa do disa e shfaqin, disa jo. Kurse ana prandaj psikologjia gjej që ai egoizëm të jetë minimal, sepse futbolli është kolektiv. E vërtet, po. Domethënë, un kam një shprehje dhe ja them dhe djemve që zhvillimi individual në dobi të ekipit e suksesi. Pak të nuk shkon. Shumë e vërtet, po. Keni, duke qenë se keni qenë sulmues, si trajner tashmë, jeni ai trajneri që kërkoni një lojë sulmuese apo jo? Më përpara kur kam filluar karrierën isha jashtëzakonisht trajner sulmues, thoja më mirë të fitoj 4-3 se 1-0. Me kalimin e kohës i shef gjërat ndryshe. Jam i trajner i balancuar. Okej. Domethënë fjala im në stërvitje, ndeshje është gjithmonë balans, ekuilibër. Pse? Sepse me gjithë jetën që po bëjmë, e dim që njeriu pa ujë nuk jeton, po dhe me ujë mund të mbytemi. Po. Ka gjithmonë një balans, do të gjejmë një balans. Po. Pa balansin nuk shkojmë shumë lart. Dhe këtë mundohem domethënë të gjejmë balansin. Nuk mund të them që jam lojtar, dua. Nuk është s'ka asnjë trajner që nuk do lojë sulmues, ai trajner që do vetëm lojë të mbrojtës, as ka përfituar asnjëherë, sepse nëse nuk sulmos, do vetëm mbrojtës, nuk do. Por duhet me gjetë një balans. Sepse është pak më parë e tham, rezultatet janë. Por unë du të kënaqem. I them lojtar, kemi një punë, ashtu siç e tham, që në fillim kthehemi prapë mbrapsht, që jo të gjithë e kanë këtë në botë. Unë kam gjithë drejtuesit që kanë dash me luajtë futboll, s'kan arrit. Po. Edhe më thonë, "Ore,
por nuk është aq e lehtë se gjithmonë është e bukur ta them unë tani. Dihet, po sa e vështirë është për tu arritur. Si thënë stresi. Tani nuk ka gjë pa emocione. Jemi të dy ne këtu tani po flasim dhe kemi një farë emocioni që si dalim sa më mirë, që edhe njerëzit na kuptojnë edhe njëri tjetrin, por që mos bëjmë gabime, mos dalim nga ajo. Domethënë, emocionet janë pjesë e jetës. Duhet dim vetëm si ta menaxhojmë. Pa emocione pastaj do ishte e bukur jeta. Jashtëzakonisht, po. Cili është lojtari që të ka surprizuar më shumë në lojtjet e UTA? Pyetje vështirë, s'kam qef flas për ato. Ka marrë podcast me folë për mua, jo për të. Po çik fare të flasim. Do ta them me asaj, çam ka surprizuar është fryma, do ta them me vërtet tani se jam domethënë drejt për drejt, nuk pa dorashka që themi. Ekipi që një kohë shkurtër jashtëzakonisht i fifi dhe i interpretoi jashtëzakonisht mirë. Jo po themi 100%, por koha që mendoja unë që do i merrte që donte, domethënë ato e thithën. Kjo më ka bë jashtëzakonisht përshtypje. Ta them me pasuri, domethënë grupi jam shumë mirënjohës nga kjo anë që mënyra se si ato e interpretojnë ose mundohen ta interpretojnë, ta tregojnë se ne i shohim ndryshe, se i shohim, analizojmë, është jashtëzakonisht jam i kënaqur. Në vërtet në fakt janë edhe ne nga jashtë me sa shohim sadopak në lojën që ndeshjet ku ka java, vjet re që është thithur shumë shpejt ajo harmonia në grup, sepse gjatë UTA ka marrë lojtar shumë, domethënë lojtar të rinj ka afruar, lojtar nga Tirana ka marrë, nga Skënderbeu. Po pra jemi rindërtuar komplet, jemi rindërtuar tamam, është si një shtëpi, Vjesan, do të them që një shtëpi pa fundamente mund ta ndërtosh. Por ka rrezikun e vet se po erdhi një fortunal. Nuk e ndërton dot më, jo. Jo nuk do ta marri kështu, domethënë do fshihet. Po. Por fundamentet janë, po fundamentet ndonjëherë ke kujdes sepse ti mund gërmosh, mund tellësh, do presësh, sa të thahet, nuk do kohë. Disa herë, domethënë, mund t'ju dhe lagështia, dali surpriza, që e them në mënyrën metafore. Dhe në një farë mënyrë ja kemi dalë gjithë dhe kjo është ajo që më ka bërë përshtypje jashtëzakonisht, domethënë, sepse edhe në Poloni me një ekip minator është ose mund shpreh domethënë Gurnik Polkovice, edhe ato donin një vit edhe me zi i morën dhe vitin e dytë tamam e fillon të i fu dhe pastaj u fu edhe kur u fu dhe nuk ndalonin pastaj. Me njëtin ekip nga kategoria 3 dolëm deri në kategori të parë, me ekip minator, që ikin minier dhe punonin 1000 metra nën tokë. Vetbesimi, ajo harmonia, gjithë kjo, domethënë, por themi që edhe me të utën kemi mundësi të bëjmë, jemi në rrugën e dur, kemi vuajtur pak rezultatet, kemi vuajtur pak finalizimin, duhet me pranuar, por unë jam më se sigur që ajo do të kthej, po. Balansi. Sepse kur nisesh në start, nisen shumë veta. Po që është më mirë se sezonet e tjera është. Këtë nuk e themi se jeni ju sonte këtu, po që është vërtet që ka pësuar një rritje. Më qartë që të je, unë du që t'i kenë qarta lojtarët e mi, si që kanë gjithë qartë mënyrën, filozofinë, ta interpretojnë sa më mirë. Unë nuk do gënjim vetën tani, unë të thash, rezultati jem atra njeri. Por dua edhe të kënaqemi që atë që punojmë, atë mënyrën, rrugën që kemi zgjedhur, ta interpretojmë dhe atë në mënyrën më. Shpeshherë trajnerët në Shqipëri ankohen për presionin që kanë nga lart, nga presidentët. Sa e vështirë është që një trajner këtu në Shqipëri të luajë rolin e vet siç i takon, domethënë, që mos cënohet as nga formacioni, as nga liria e shprehurit. Si është? Nga jashtë po them. Ashtu si e thash përveç asaj të eksperiencës që kisha te kursi, tani te UTA çdo gjë është ndryshe, domethënë nuk po them që nuk ka presioni është pjesë e punës tonë. Dakor? Është pjesë e punës, është si neve i menaxhojmë. Po. Si kontrollojmë. Nëse do flasim, do thonë është e njëjta gjë, që flasim për stoicizmin. Ose ke lexuar, nuk kemi kontrollin për shumë gjëra në këtë botë, por kemi se si reagojmë ne, çfarë dikimi kemi ne, të gjërat presioni është gjithanesi ne marrim Shqipëri sepse jetojmë Shqipëri. Po. Por unë po të them që po marr Vidzevin ku kam qenë unë trajner.
Ka pasur ndërhyrje për shembull nga presidenti? Jo, tu marrëdhëniet I kemi në një nivel jashtëzakonisht me TTU-ta. Okay. Më thënë, bisedojmë, logjikojmë, diskutojmë, I sqarojmë, I shfaqim, I argumentojmë, dhe pastaj bëjmë zgjedhjet e marrim vendime. Se ajo është, gjithë mund të ketë mendime. Ky është problemi që, siç e ngjova herën e fundit, që ta them, duket ai ishte drejtori I Shkodrës, që tha në Shkodër edhe Gjermani. Matko? Matko Gjermani. Po, Matko. Tha që në Shkodër edhe berberët kanë liçe stranjerësh. Zakonisht ne gjithë e njohin futbollin, gjithë e dim futbollin, kjo është I çik, domethënë Shqipëri që e shoh. Po, Shkodra e tifozët. Po prandaj edhe berberi ka licencë. Edhe në Shqipëri, Durrës, Tirana, ne gjithë mendojnë që tu e pa futbollin në stadium, unë kam I jetë që merren vetëm me futbollin. Pasioni im është edhe gatimi, po them. Okay. Po nuk mund të quhem kuzhinier, domethënë, por edhe prap kam pikpyetje e mia te futbolli, domethënë. Gjithmonë kemi për të mësuar, në çdo rast dhe në çdo profesion. Kemi parë shumë trajnera herën e fundit, po ta marrim thjesht Luis Enrique, që është kampion fuqin në Champions League, tha, futbolli është, e tha I çik, është I papashikuar, është I loj, nuk e mbaroi fjalën se tha ti dominon, ti ke gjithë në fund rrit. Në fund. E kupton? E po ajo që River ajo mbahet. Dhe kjo, domethënë, ky presioni, domethënë është gjithani, kjo është I çik egzageruar, Shqipëri që ka shumë, domethënë shumë lloje, dhe gjithë thënë, jo, thash vetëm mendimin tim. Po për të marrë vendimi. Po. Tani po marr një shembull, David Zevi ka ndruar 3 trajnera brenda, s'ka marrua akoma kampionatin, në Poloni. Po. Legia Varshavës ndroi, janë vend par fundit dhe par së fundit. Po me se kemi Tiranën që ka ndruar kështu disa trajnera këtë sezon, po. Kështu që gjithë ne është kjo. Nuk do ta themi, nuk do ta themi vetëm në Shqipëri, ë. Shumë gjatë bisedës kemi cekur 2 herë Kuksin, një skuadër që ndoshta nuk I ke mbyllur marrëdhëniet e mira dhe nuk ke dëshirë ta prekësh. Çfarë ndodhi atë periudhë shumë shkurt? Nuk është një klub I madh, nuk më e mira të lëm gjëra. Është një klub I madh mendon? Ishte, okay. Në punën që bën deri në këtë moment, domethënë, është gjunaf me situata që ka pasur, me gjithë ato. Marrëdhëniet me do si mbylle? Jo, më normal, nuk kam ashtu jam pacifik, paqësor, nuk kam problema. Vendimin në biles e kam marrë vetë dhe ju e dini e kam dhënë, mund të jem nga një trajnerët e pakët që kam dhënë dorë që vetë, pa pritur as dëm shpërblim, pa pritur as diçka, e mora sepse mendova në atë moment që Kuksi, unë jam vetëm një person, e Great Dobi, dhe nuk doja që t'isha unë një pengesë që ose rezultatet nuk ishin, atëre klubi Kuksit është më I madh se Great Dobi, domethënë si klub dhe meriton që unë t'jem një vendim I fair, si them. Dakor, dhe që të marrin mazë, që të asoj, dhe atë vit prapë Kuksi nuk u ra nga kategoria, vazhdoi, njëjti edhe vitin tjetër, kështu që por nuk e shifja vetëm që të vazhdoja punën, se nuk më ndiqnin, domethënë, nuk e shoh, domethënë, e mora unë përgjegjësinë. Por nuk dëgjoj fjalë, le të themi kështu. Kur je trajner duhet të ndjekin. Nuk do të ndjekin vetëm lojtarët, do të ndjekin edhe klubi dhe të gjithë. Normal, po. Sepse në fund fare, më parë janë disa zinxhira që po kput një hallk. Kur e shoh që e kput hallka, unë kthehem me njët, po asnjëri s'do me njët e hallkën, atëherë do e marr unë përgjegjësinë pastaj. Po. Si të zhdukur kampionati shqiptar këtë sezon? Nuk e di nëse e ke ndjekur më parë, e ke pas ndjekur këtë E kam pas ndjekur, po jo aq rregullisht, po. Jo rregullisht, sepse edhe puna dhe gjitha, por e kam ndjekur jashtëzakonisht, domethënë, sepse jam I thash që gjithmonë kam qenë I lidhur me Shqipërinë, me Durrësin, me Teutën, me edhe kolegët e mi që janë miqtë e mi, janë disa trajnera që sot janë trajnera, domethënë si Elir Tetova, Egies Shej, domethënë Arjan Bellaj, domethënë jemi disa që kemi një grup që kemi luajtur së bashku të gjithë. Edi Martini, që
asoj, domethënë, me Ilir Daji një vimi pak, po kemi pas komunikim, domethënë, janë profesor Mirelin që gjithashtu, domethënë, ka qenë trajneri im te Kombëtarja, domethënë. Kështu që i kam ndjekur për arsye sepse ka qenë gjithmonë kolegët e mi, por jo që ti me detaje që mund të flas, domethënë. Këtë vit kampionati shqiptar them në krahasim me të tjerat ka i balans, janë detajet që bëjnë ndryshe, nuk ka shumë diferenca midis ekipeve. Këtë mund ta them. Po, e vërtet kjo. Nuk ka është e herë se ndodh, po e shohim shpesh që po themi ekipi i fundit rreth lideri. Po. Ndodhin to çuditë në Shqipëri. Po, po kjo nuk ka ndodhur herë, ka ndodhur shpesh. Domethënë, e njëjta gjë ishte Ballçi, njëjta gjë ishte Tirana, njëjta gjë ishte më para Flamurtari me Gnade, domethënë shihet që edhe rezultatet që janë nuk ka shumë diferenca dhe loja që bëhet, domethënë gjitha diferencat janë shumë vogla, janë detajet, janë kush është më shumë konsistent, solid, çfarë mendimi ke për këtë formulën e Final Fourit? Është aplikohet për të parë kjo formulë e re, sa vjet kishim një tjetër? Si e parashikon, se nuk mundi vëmë një emër përderisa ende se kemi provuar. Po prandaj, se kur japi mendimet gjithë, nuk dihet, duhet bësh një provë, atëherë ta shohësh për shembull rezultatin. Më duket që kjo është çik më konkurruese. Për çfarë arsye, për edhe të gjysmimit pikëve, por gjithashtu në vje keq për atë që do jetë vend parë dhe për shembull diferenca pikëve që përgjithmonë, por i jepi çik më rivalitet, më konkurrencë, ose si them, më shumë sfidë, domethënë më këtyre 4 ekipeve. Besoj se ato që do dalin 4 ato e meritojnë, domethënë. Tani se është Teuta, është Tetri, Partizani, Dinamo, nuk ka. Është një kampionat po, vërtet. Kush unë kam gjithmonë, kemi atë vend që meritojnë, kaq. Tani me thënë si kur t'i kishim ato, nuk ka si kur puno që t'i kesh, jo si kur t'i kesh. Teuta këtë sezon do të luftoj për kampion, do të luftoj për Europë, për çfarë? Ja, duhet me fol që fillim, objektivi ishte për 4 vende para. Unë kam qenë çik më skeptik, se e di se si funksionon futbolli, kam qenë çik më i matur, domethënë, por pastaj si thuhet me kalimin e kohës duke ngrënë të rritet dhe apetiti, domethënë. Domethënë duhet ishim me këmbë tokë që fillim. Që kam thënë gjithmonë që vendi 5 duhet të jetë, si thënë, objektive dhe është i asaj. Por nga që është Final Four, atëherë nuk mund t'ju gënjia të thojë që nuk duam të luftojmë, se s'është vetëm ai që s'ka ambicie thotë nuk duam se sot mund të thotë dëgjon edhe tjerë, domethënë ekipe që janë vendet e ftofta që thënë dhe thonë që ore do luftoj për final. Se ka akoma ndeshje. Por unë shoh me kënd vështrimi tjetër i mbar ndeshjen mbas ndeshje. Me këmbë në tokë, po. Me këmbë në tokë, sepse mund ta thojnë edhe kolegët e mi ose edhe ekipet e tjera, por ajo është e vërteta. Tani me syny që vitin e parë kemi rënë dakord për një futboll që se do të realizosh diçka, shohim Mikael Arteta, është viti 6 që mund të fitoj diçka. Themi mund që është afër. Po 5 vjetët nuk mund ta qyjmë dështim. Po e qyjmë proces që ka punuar për këtë. Ndonjëherë po themi Shqipëri ose diku në Poloni, i duan gjërat që vitin e parë, po jo se ka marrë, po jo do koneve. Edhe një luri që e ke këtu nuk të rritet ajo se do ti gjithë duam neve se. Edhe unë se s'do mund i pari, por do kohën e vet dhe nuk s'ta thon dot. Por koha e vet i jep rezultatet. Klopp mas 5 vjetësh fitoi të parë. Ne marr gjithë, domethënë çdo gjë do kohën, nuk është do vit momentin e dur, aty ku është për ta. Por që të vit momentin e dur, duhet punojmë gjithë së bashku, duhet jemi, si them, mendojmë dhe të veprojmë në të njëjtin drejtim. Unë e vlerësoj shumë që folëm dhe pak për Teutën, kalojmë dhe pak te ti shumë shkurt. The që profesioni i dytë do të ishte kuzhinier, nëse nuk do ishte futbollist apo jo. Por unë them shpesh që një trajner duhet të jetë si puna kuzhinierit. Okej. Që do të thotë
kur e thërret në dikën në shtëpi e thot që të gatuj për ty, se ashtu duket, domethënë dikush një klub thërret një trajner. Po. Dhe të trajneri, po them, ose kuzhinjeri vjen dhe thot do bëj lazanje. Po. Po kur hap raftet, domethënë hap llop në zhveshjes, ke makarona. Nuk e bë dot lazanje. Ai të shoh asortimentet, filloi çim gatuj. Okej. Kripa dhe piperi janë gjithani njësoj. Duhet dihen kur hidhen, kur zihet, kur skuqet, Okej. kur e lën të qetë, domethënë. Edhe them e njëjta gjë është edhe puna e kuzhinjerit me trajnerin, që trajneri duhet ditë ta brumin, ta preki, ta lej, të pushoj, ti bimeru. Kush gatuan më shumë familjen tënde kur jeni bashkë me familjen? Unë. Ky është problemi tjetër i familjes. Okej. Nuk e kanë ato ushqime, si jam fëmijët me ushqimet tona. Okej. E kam si pasione, sidomos kur unë ndeshje, domethënë ka gatim shtëpi, domethënë si që stresin e ai, po domethënë asoj që gjej dikon kënaqësitë i diçka tjetër. Po kam qef gatuaj për, domethënë për njerëzit, për sidomos për njerëzit më të afër, për familjen, që kam si them kënaqësi, e kam pasion. Çfarë do thuash familjes tënde kur të shohin këtë podcast? Ja thua çdo ditë, por që ato e din. Okej, nuk dëshiro të ndash. Tifozët e Teutës, çfarë do t'i thuash atëherë? Kanë të drejtat e tyre që të kërkojnë nga ne dhe janë shtysa jonë, domethënë që të jenë kërkues ato dhe ne të jemi të kërkues të vetë jonë. Që ato presin e meritojnë, por kërkoj ose i lutem të jenë akoma ndurojnë ta mbështesin ekipin, sepse do vinë edhe ditë më të mira, dhe këto ditët e vështira që po kalojmë, atëre nuk do marrën mend, po do marrën mend, domethënë që ne kemi qenë ditë vështira dhe e shohim tani ditë mira. Ajo do kthehet. Unë këtë e di sepse kam kaluar një moment të tillë kur ishim vitet 90, domethënë që ekipi i Teutës nuk kishte fituar asnjë kampionat atëherë, dhe gjithë e shihnin me këtë vështrim që edhe njerëzit e mi afër thoshin, se Teuta s'del asnjëherë kampione. Edhe dolëm. Dhe njëjtën gjë i them që durimi, sepse durimi është gjëja më, por dikush do të po sa do kemi durim. Këtë nuk ta them do, sepse nuk jam Nostradamus edhe nuk i shoh dot, i them, por shoh punën që bëhet nga drejtuesit, shoh punën e një klubit, shoh dëshirën, shoh sepse mund kemi dëshirë, po nitem gjithkohë sula si gjodëve, por shoh dhe vullnetin dhe mendoj që do t'i arrim dhe domethënë ai durimi do shpërblehet në një fakt. Skuadra që është për të mundur këtë sezon nga Teuta? Egnatian? Okej. Unë të uroj shumë suksese dhe faleminderit edhe një herë që ishit në Topcast. Faleminderit. Faleminderit ju që na ndoqët, teksa ne do të shihemi sërish të javën e ardhshme. Mos harroni deri atëherë, na bëni subscribe, like dhe share në kanalin e YouTube. Të bashkë ndajemi këtu natën e mirë.